Një zjarr ka rënë në banesën e një shtetasi në fshatin Golem në Shkodër, rreth orës 14:50. Siç shihet edhe nga pamjet, kati i dytë i një banese u përfshi nga flakët, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, kurse shkak dyshohet se është bërë një shkëndijë elektrike. Rreth orës 14:50 në fshatin Golem, dyshohet se për shkak të një shkëndijë elektrike ka rënë zjarr në banesën e shtetasit me inicialet NR. Përpasoj, është djegur kati i dytë i banesës. Shërbimet e policisë dhe zjarrfikses kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë shuar flakët. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të rastit.